ka disa hapa pozitiv në raport me vitet e mëparshme në disa aspekte, por në vlerësimin tim, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ndoshta mbetet një nga institucionet më të dobta të sistemit të drejtësisë në aktualisht në Shqipëri. Për shkak të faktit që shumë çështje që lidhen sot me sistemin e prokurorisë gjenerojnë nga vendimarrjet e vonuara, nga vendimarrjet të diskutueshme dhe njëkohësisht nga një rol jo aktiv i Këshillit në një sër çështje, sidomos ato që kanë të bëjnë me vlerësimin dhe karrierën e prokurorëve. Më lejoni që të kërkoj ndjes në emrin tim personal, po dhe të një pjesë të anëtarëve të Këshillit, besoj që kemi komunikuar për tonet shpesh herë të ngritura gjatë debateve, apo dhe për ndoshta mënyrën se si janë adresuar problematikat e Këshillit. Por duhet kemi parasysh që në institucione kolegjiale ku përbërja nuk është homogjene, por është heterogjene nga grupe të ndryshme, lind natyrshëm, ashtu si dhe interesat që njerëzit që vinë në Këshill përfaqësojnë, lind natyrshëm një lloj konflikti. Shkruar një perceptim që vendimarrjet në Këshill janë të lobuara, si lidhur me promovimin, transferimin, gjë që reflektohet pasaj edhe në grupet brendshme brenda Këshillit për dominuar vendimarrjet. Edhe kjo situata etikës publike që shfaq Këshilli, a mos ka të bëjë pikërisht me këtë lloj tensionit brendshëm të Këshillit lidhur me vendimarrjet? Prokurorët vinë nga sistemi, dashur pa dashur, i njohin prokurorët, dikush ka njohje ndoshta edhe më të avancuara për shkak të eksperiencës së gjatë në punë dhe nëse situata do të ishte kaq brillante, nuk do të kishte qenë e nevojshme cënimi i korporatizmit të magjistratëve. Prandaj dhe është vendosur përthyerja e institucioneve me anëtarë që vinë jashtë sistemit. Me këtë arsyetim, i bie që meqense jeni organ kolegjial, çështjet që lidhen me vlerësimin, me promovimin, gjitha këto do vazhdojnë në kalendat grek. Se ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve. Ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve për shkak se nuk shfryzoni efektivisht kohën tuaj të punës. Sa ditë Këshilli, sa ditë anëtarët e Këshillit janë në Këshill, në vit. Keni një bilanc, se mund të më thoni sa ditë në vit anëtarët e Këshillit janë aty dhe nuk janë part-time apo jashtë shtetit? Se ju sa herë që ne duam të kontaktojmë për një raportim, për një prezencë, gjithmonë përgjigje parë që marrim jemi jashtë shtetit. Dhe nuk e kuptoj se çfarë ka Këshilli për të shkuar kaq shumë jashtë shtetit. Nuk gjykoj që kanë qenë raste të shumta apo edhe të ralla këto që pas ka patur lëvizje jashtë shtetit. Ne nuk kemi institucion që kemi lëvizje të shumta. Prokurorët përgjithsisht kanë një punë individuale dhe jo në grup, dhe ndoshta kjo vështirëson në disa raste bashkëpunimin, kështu që një trajnim paraprak ose edhe ndërmjet mandatit për kolegjalitetin, për çështjet e etikës, për ndërveprimin, për leadershipin, e kështu me radhë, besoj që do të ishte domosdoshmëri.